Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë: "El hajju al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna." Haji i pranuar nuk ka shpagim për të, nuk ka pagesë tjetër përveç se xhennetit. Andaj ky është një udhëtim i veçantë, specifik. Dhe pse të ndëruar njerëz në këtë dunja udhtojnë për arsye të shumta, të ndryshme. Mirë, po ky është udhëtim i veçantë, nuk i ngjan asnjë udhëtim tjetër. Ky udhëtim te kalon dimensionin e kësaj dunjaje, te kalon aspektin material. Është një udhëtim i cili me këmbët e tua shkel këtë dunja, por me shpirtin tënd, me zemrën tënde, me mendjen tënde, je jashtë kësaj dunjaje. Jashtë je komplet i orientuar ka ahireti. Është udhëtim plotësisht shpirtënor. Është një udhëtim i cili të afron tek Allahu xhalla xhelaluhu. Andaj për të arritur kjo, kërkohet që ti kemi të qarta disa kuptime. Ti kemi parasysh disa çështje të rëndësishme që dietar kanë folur për to. Pse po shkojmë në haxh? Arsyeja e shkuarës në haxh. E di që përgjigjja është po është obligim, po shkojmë çapën me vizu, këtë në rregull kjo. Dhe padyshim ky është njëti kryesor. Po shkojmë me kry një obligim për hatër Zotit mënduar. Mirë, po për te kësaj, do të kuptuar se haxhi është një udhëtim i pastrimit, është një udhëtim i afrimit tek Allahu te barekuta.